ajo që po ndodh me qytetarët Maqedoninë e Veriut. Ju si do ta vlerësoni këtë moment? Është më i miri, më i keqi? Jemi në sulm për drejtat tona, jemi në mbrojtje, pra në tërësi sepse debatet shumëta përgjuhun, çështjan kushtetuese, jo po banditeri, tashmë fuqia politike duke sikur ka rënë me pjesëmarrjen e Vlenit në qeveri, pra nuk s'duket sikur kanë atë peshën që kishte BDI-ja, por edhe për BDSH-n, se ju në mos gaboj keni qenë kryetari i grupit parlamentar, si arriti që nga një rrudhje nga ajo periudhë të përfundoi në këtë gjendje që është tani? Tani shqiptarët e Maqedonisë vërehet se ka një krizë identitare politike. Nëse flasim për komponentën e Vlenit, si komponent, ata nuk janë të strukturuar politikisht. Ende nuk janë të rregulluar se kush do udhëheq Vlenin si lider. Ata kanë probleme në strukturimin e partisë së tyre, nuk kanë një kuvend qendror, nuk e kanë bërë një kongres, edhe të kamuflojnë, domethënë të konstatohen si parti serioze, të thotë që janë për të bërë proces politik. Në anën tjetër edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka të metat e veta, për arsye se po ju ndërpres, ndoshta mos e kanë kryetarin Kosovë. Mund edhe ajo, po nëse flasim principe hipotetike, po ata duhet të bënë parti politike, për arsye se politika është një instrument serios që merr vendime. Nuk mund të thush nesër se nuk mund të thush nesër se këto vendime erdhën si rezultati mos koordinimit të mbrëmshëm. Se ato një ditë do vinë t'ja hudhin faj njëri tjetrit, nëse nuk konfigurojnë si një subjekt. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim i ka të metat e veta, për arsye se ajo është nën presion të opinionit publik për t'u reformuar si parti, ka ftyra politike që qëndrojnë mbi 24 vjet aty, edhe ata duhet largohen se nuk prodhojnë gjë. Për ta thënë konkretisht, duhet largohet Ali Ahmeti. E tash tek Aliu kemi pak një parasysh si një ftyrë, si një politikan me karrierë që lidhet edhe historia me atë. Unë mendoj që ai mund të bëj një ekip të mirë të djemve dhe vajzave të reja, nga të cilët mund të nxjerrë më të mirën si një alternativë qeverisëse kundrejt Vlenit. Nuk duhet t'i përsërit gabimet, për arsye se BDI bën 6 vjet që s'ka organizuar kongres. Në zyrat e ambasadave ata të konsiderojnë si grup informal nëse ti shkel rregullat statutin tënd të partisë. Ti duhet të jesh kundrejt statutit tënd, duhet të jesh shumë i drejtë për drejtë dhe duhet të jesh shumë aktiv. Edhe këtu i ka të metat e veta në aspektin e formëzimit, domethënë që ka hapësirë për të plotësuar, por edhe duhet gjeneroj një politikë alternative qeverisëse që duhet sublimoj në vetvete një lloj bashkëqeverisje që duhet ta reklamojnë në aspektin politik, edhe një lloj bashkësovraniteti që duhet populli shqiptar të jetë i lidhur me sovranitetin e shtetit maqedon, me shtetit e funksionimit të shtetit në përgjithësi. Domethënë, na mungon një normë në aspektin demokratik. Norma është se partitë politike kanë të drejtën demokratike të garojnë, po duhet të kemi një normë të mbrëmshme në subjektet politike në Maqedoni, se ajo parti politike që merr një votë më tepër, ajo duhet të jetë kredibile të bëjë qeverinë. Këtë edukat politike duhet na vinë prej Tiranës, prej Prishtine, për arsye se populli shqiptar në Maqedoni llogaritet si pjesa e tretë, domethënë, nëse Shqipëria është e para, Kosova e dyta, ne jemi pjesa e tretë, jemi dikun 700.000 njerëz, domethënë populacion, nga i cili duhet të kultivohet një lloj demokracie mbrëmshme. Por nëse kjo demokracie mbrëmshme nuk normohet në aspektin e këtij profili që në çdo subjekt politik që fiton një votë më tepër, ai e ka të drejtën të bëjë qeverinë, tek ne nuk do të funksionojë standardi demokratik. Domethënë pala Maqedonia gjithmonë do të jetë e interesuar të marrë pjesën më të dobët. Edhe pjesa më e dobët nuk do të ngërthej kërkesa,
dhe do shkoj në një lloj politike që gjithmonë do të vërehet si përtharëse në aspektin e interesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Pra, Tirana dhe Prishtina duhet bëjnë një lloj komunikimi që ta normojnë politikën në Maqedoni, të japin norma humane në aspektin e garës demokratike, edhe të respektohet gara demokratike deri në fund. Kjo do të jetë e kushtueshme për ne. Po, PDSH-ja nga periudha që ju ishit unë jam nuk jam në rrjedha. Ka marrë pjesë në shumë proteste të rëndësishme, po si përfundoi kështu? Unë nuk jam në rrjedha të Partisë Demokratike Shqiptare. Sigurisht ka tentativa organizimi dhe riorganizimi, shpresoj që të kenë sukses, por nuk jam në rrjedha të aktiviteteve të tyre. Edhe diçka të fundit kam te çështja e sigurisë. Si nëse ju folet pak më lart për aspektin politik që duhet jetë Tirana me Kosovën, me Prishtinën, ajo që do të bëjë orientimin, por në trevat tona çfarë duhet bëjmë në aspektin e mbrojtjes, ndoshta nuk po flas për një platformë shqiptare, por në aspektin emergjent të mbrojtjes, sepse pak ditë më parë në një nga kongresmenët në Komitetin për Politikën e Jashtme në Kongresin Amerikan sa që Shqipëria, Maqedonia, Malizi janë shenjese në rast të një konflikti. Apo ju akoma besoni që ndoshta i qëndroni asaj që keni thënë që Putin është në dy gjunjë? Unë njëherë në këtë drejtim është madhështi e Zotit që ne jemi pjesë e NATO-s, Shqipëria është pjesë e NATO-s, Maqedonia është pjesë e NATO-s, njëkohësisht edhe vetë Kosova, NATO janë në Kosovë, rezonoj se procesi i sigurisë në aspektin e ngjarjeve që janë duke ndodhur me Ukrainën dhe në luftë me Rusinë, ne jemi në një vijë, domethënë, të sigurisë globale që e siguron perëndimi apo që e sigurojnë forcat e NATO-s. Dhe unë kam dëgjuar shqetësimin e kongresmenëve. Shqetësimi është se nuk duhet të lehet Serbia si një dritare e Rusisë dhe e Kinës në mes të Evropës, por duhet të i bëhet e qartë se ajo duhet t'i ndalë të gjitha aktivitetet mbështetëse që mund t'i vinë nga Moskva dhe Pekini dhe të bëhet e njëtrajshme të gjithë popujt e Ballkanit, të cilët kanë një orientim të qartë euroatlantik. Dhe me të drejtë, do të thotë si Shqipëria, si Maqedonia, si Kosova, kufizohen me kufime Republikën e Serbisë, dhe në rast se Serbia lehet në një ndikim rus dhe në një ndikim kinez, pse jo mund të jetë linja e parë e ndonjë incidenti më të madh që serbët ende besojnë që mund të ndryshojnë gjërat me atë tekën e fantazisë të tyre, se janë më të fuqishmit dhe më dinjitozit që duhet të bëjnë luftë në Ballkan. Mirë, po gjërat kanë ndryshuar. Kosova është tani një shtet në këmbë të veta, Shqipëria ka hapur drejt mobilitetit të sigurisë fal integrimit në NATO, edhe shqiptarët e Maqedonisë nuk qëndrojnë keq, nuk janë që mund të luftojnë me pushkë, me toje tani. Tani furnizimet nuk vinë shumë më mirë se dikur, edhe Serbia nuk është ajo që është. Nuk është ajo? Nuk është ajo që është, mo. Për ta mbyllur, të lutem, ju siguretat tash më lart e ndani jetën mes Tetovës edhe Prishtinës. Aty kemi zgjedhje tani. Ju përpara keni kandiduar me AK-n. Tani janë rikthyer Ramush Haradinaj, po rikthehen shumë figura, mes tyre dhe zotin Çeku. Pra po rikthehen generalet. Ju e keni menduar të riktheheni politikës apo jo? Unë jam shumë i afërt me zotin Haradinaj, e ndihmoj gjithmonë në proces politik. Ai është një njerëz shembullor dhe është fat i madh që e ka Kosova. Është një siguri e fuqishme e politikës kombëtare kundrejt aleatëve tonë. Edhe zoti Haradinaj shpresoj të del mirë e më mirë në këtë zgjedhje, për arsye se pastërtia e tij politike çdo ditë vërehet se ka qenë një domosdoshmëri
aktiviteti i tij politik, ai si themeluesi i ushtrisë të Kosovës, si themeluesi shumë proceseve politike të cilët ka marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe si kryeministër, po edhe si akter politik, po dëshmojnë çdo ditë se është i domosdoshëm për Kosovën. I uroj të ketë sukses sa më shumë, sa më të madh. Unë dyert e hapura i kam në AK çdo herë, po është vendimarrja ime e imja për shkak të angazhimit tim që e kam, që mos të kandidoj. Zoti Batoshin, të falenderoj shumë për bisedën, edhe çështjet që trajtuam, e shpresoj që të flasim sërish në të ardhmen, të jam mirënjohës shumë për kohën dhe mendimet që ju ndat me publikun tonë. Gjithashtu faleminderit edhe nga unë, dhe edhe një herë përshëndes gjithë audiencën e juaj dhe kontributin që po jepni.